Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se pas përfshirjes së votave të diasporës atyre me kushte të personave nevoja të veçanta, lëvizje vetëvendosje ka dalë para edhe në komunën e Klinës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë në Kosovë ka sqaruar se në hartën e publikuar më herët nuk ishin përfshirë këto kategori votash, duke bërë që rezultati përfundimtar të ndryshojë sërish. Kurti përmes postimit të tij shkruan se kur shtohen këto vota del që vetëvendosje edhe në komunën e Klinës është e para, prandaj në hartë tashmë edhe Klina është bërë e kuqe dhe kërkon falje për këtë lëshim dhe falenderojnë të gjithë për përkrahjen. Sipas tij, pas numërimit të plotë të votave dhe zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025, lëvizja vetëvendosje ka dalë para në 22 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 2 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 1, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës bashkë me Nismën Social-Demokrate në 2, KTTB në 1, ndërsa Lista Serbe në 10 komuna, prej të cilave 6 janë komuna të krijuara në planin e Ahtisarit. Kurti e ka cilësuar këtë rezultat si një fitore të rëndësishme për partinë e tij, duke falendëruar qytetarët dhe aktivistët për mbështetjen në zgjedhjet e 9 shkurtit 2025.